Qëndrimet e kryeministrit Edi Rama ndaj gjyqtarit Marko Boshku për lërimin e drejtorit të AMP Vlorë, që u akuzua për ndërtim pa leje, kanë sjellë edhe reagimin e shoqatës së gjyqtarëve. Në reagim, ndryshe nga kreu i qeverisë që kërkon hetim të rastit prej Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe ILD, organizata e përfaqësuesve të drejtësisë kërkon mbrojtjen. Nxit Këshillin e Lartë Gjyqësor që të marrë një pozicion më të qartë në mbrojtje të pushtetit gjyqësor në tërësi dhe gjyqtarëve të caktuar në veçanti. I bën thirrje të gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar për të mbështetur pa rezerva sistemin e reformuar të drejtësisë, i cili është më së pari produkt i ndihmës së tyre të pakursyer, si dhe të bëjnë të mundur që zëri i tyre në këtë drejtim të dëgjohet nga ata që u ka humbur kjo shqis në raport me aktorët e brendshëm. Mëtej shtohet se këto veprime konsiderohen ndërhyrje dhe që mund të ndikojnë në procesin e integrimit në BE. Çdo deklaratë denigruese në drejtim të gjyqtarëve përbën ndërhyrje në veprimtarinë e tyre dhe se referuar nenit 145.3 Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, një veprim i tillë pas sjell përgjegjësi sipas ligjit. Në deklaratën për mediat, shoqata e gjyqtarëve shprehet se po diskuton për hapat që do të ndërmarrë të hënën përmes rrjeteve sociale. Kreu i qeverisë konsideroi rast të rënd kthimin në detyrë të kreut të AMP që u akuzua për ndërtim pa leje në Ksamil, por edhe për mashtrim.